Na duhet të bëjmë prezantimin e këtyre dy garazheve, të cilat i lëshojmë me qira. Këtu jemi ke kompleksi Derveni, ke kulla 3 në Ysberisht, ose në fund të rrugës së Qelçit, Majtas. Dhe këtu bëhet fjalë janë dy garazhe të cilat i lëshojmë me qira, ose veç e veç, duke futur një mur ndarës këtu në formën e raftit, ose të dyja bashkë. Sipërfaqja e këtyre është 20 metra katror i bie tjetë kjo, dhe 20 metra katror i bie tjetë kjo tjetra. Pra për çdo lartësia është 3 metra, kurse kjo pjesa këtu hyrëse mund të jetë diku ke sa mund të jetë 2.10, 2.40, diçka e tillë. Në garazh dhe është me ndriçim të mjaftueshëm, përmbytjet nuk ndodhin asnjëherë, sepse kemi vendosur pompën zhytëse. Lidhur me sigurinë, i keni me qepen të personalizuar, pjesën mbrapa mund ta përdorni përsëri për ndonjë gjysmë bodrumi, dhe kjo është në vija të gjera. Me pult, ky është me pult, po ndërkohë dhe këtë tjetrin e kemi do ta bëjmë me elektromotor, pra të dy garazhet janë me pult. Larg shit, larg erës, pra duhet ta kuptoni, nuk bëhet fjalë që juve e parkoni jashtë edhe i bini shkurt. Bëhet fjalë për ata që duan një vend të mirë, të sigurt për të parkuar makinën e tyre dhe në çdo moment të aksesueshëm. Këtu shkëmbejnë dy makina, po ta shikoni. Dhe neve bëjmë luftë të madhe me fqinjet që mos liren sende këtu rrotull, me përjashtim të këtij fqinji që nganjëherë le motorin, po e kemi thënë. Dhe që do të thotë, nëse juve vini këtu, i bie që me një manovrim juve duhet ta parkoni makinën me patjetër. Këtu e parkoni me një, kurse aty me dy, se është çik më ngushtë, se ka këtë pjesën këtu. Gjë tjetër nuk e di çfarë mund të them, po juve do shkruani atje ose do merrni në telefon 069 26 95 300. Por ndërkohë, nëse dikush nga juve do të bëj pagesë vjetore për gjithë vitin, nuk e ka 8.000 lekë, po ka 7.000 lekë. Në çdo rast garazhet do jepen me kontratë të rregullt qiraje. Kostot e kontratës do t'i paguaj unë dhe kontrata do jetë 1 vjeçare. Nuk e di çfarë mund t'ju them gjë tjetër që të jetë në interesin tuaj, juve mund ta shkruani. Kjo është letra që kanë shpërndar nëpër lagje dhe që do shpërndaj. Me qepen, me pult, larg shiut, larg erës, larg diellit, përmbytjes. Pra përmbytja që është shumë e rëndësishme. Përmbytjen ne me zor arritëm, vendosëm një pompë zhytëse, këtu e gjetëm fjalën. Unë aty kam zyrën dhe dashur pa dashur jam gjithë ditën në korrent, pra nuk është post parkim. Energjia është e përfshirë, sepse energjinë e kemi me linjë më vete, dhe kjo është në vija të gjera. Pra, pyesni, na duhet një qiramarrës serioz, nuk na duhet kështu, e ke parasysh e gjeta, pra na duhet një që të jetë serioz në kuptimin e marrëveshjes dhe të pagesave. Po të shikosh, sepse garazh dhe ka gjithande dhe unë tani nuk e kam patur iden, këtu e ke gjatësia është 614, e këtij garazhi këtu, gjerësia është 302, lartësia është 310, lartësia këtu. Pra e keni 6.1, 6.14, edhe kjo e njëjta gjë, vetëm se kjo është pak më e ngushtë. Kjo ka gjerësinë 2.62. 2.62 plus 24 që ka këtë pjesën këtu. Kjo është në vija të gjera. Aty ta bëjmë atë QR-kodën edhe ta shpërndaj. Për çdo koment mund të shikoni, tani është natë, nuk e shikoni, po të ke dyqanin mishit përballë. Faleminderit.